Ku qëndron Bregu dhe pastaj Dervishi? Ku qëndron Altin Ndoci në hierarkinë e krimit të organizuar në Shqipëri? Ta nis me faktin që ai ka të paktën 5 vjet, afërsisht 4, po mbush 5 vjet në burg. 5 vjet I japin një mundësi familiarizimi, po në të njëjtin burg të Durrësit, I japin një mundësi familiarizimi me policët aty. Fakti që ata e shoqërojnë për në spital pa pranga, ka një besim ndaj tij. Ai shoqërohet pothuajse 2 herë çdo javë për në Tiranë të marrë pjesë në proces gjyqësor. Pikërisht të burgosurit në momentin që të gjejnë pikën më të dobët, atë dhe shfrytëzojnë. Ata gjatë gjithë kohës mendojnë si të largohen nga burgu, ndërkohë që ti I ke rënë në një gjumë letargjik në rastin me atë. A është ndihmuar jashtëzakonisht në 4 vite, ai është toleruar për mënyrën se si do të qëndronte në qeli, fakti që është në Durrës nuk është në 313. Kjo I shton dhe shpenzimet drejtorisë përgjithshme të burgjeve, sepse ai nga 313 do kalonte në për tunel në procesin gjyqësor. Fakti që është në Durrës dhe shoqërohet me fugona për të marrë pjesë në proces gjyqësor, kjo jo vetëm që shton buxhetin, por I jep një mundësi që ai të ketë alternativa për t'u larguar. Duhet të themi një gjë. Burgjet shqiptare janë më të sigurta. Burgjet si burgje kanë 3 sektor sigurie dhe kur kush nuk mund tiki. Mund të qash sektorin rrethin e partë sigurisë, 2 të tjerat nuk I çan dot. Kështu që vetmja mundësi për t'u arratisur është kjo, që ti të marrësh një shërbim jashtë dhe të gjesh mundësinë ose të jesh në përpara 5-6 vitesh, po të shohim në gjykatën e Vlorës, ai duke I dhënë vendimin, gjykatësi, sa I hoqën prangat që të njihej me vendimin, iku me vrapë se kapi dot më njëri. Edhe akoma është në Aratin, qofse është një mënyrë, sa I dha vendimin, iku nga gjykata, policët vetëm rrinin në këmbë. Pra, ai e dinte vështirësinë e tyre. Për sa I përket elementit të befasisë, në momentin ai e ka ditur që të tjerët ikën, ai mund të ketë shkuar në spital disa herë dhe duke parë çrregullsinë e gardianëve. Pra, ata që e shoqëronin nuk mund t'i jepnin një ndihmë për shkak se e dinin që do shkonin në burg. Dhe duke qenë 8 veta, nuk mund të merrnin 8 veta pjesë në një arratisje. Ka një gjë, ai që ai është gënyer, infermieri dhe doktori I spitalit është gënyer me idenë se besoj që kanë marrë në dyshimet e mia duhet kanë patur një raport të jashtëzakonshëm me të burgosurin dhe ata kanë kujtuar gjatë gjithë kohës që ky po shoqërohet për në spital me idenë që më vonë do marrin ndonjë kartel shëndetësore e ka rregulluar siç e rregullojnë të burgosurit të tjerë për të dalë nga burgu si I smur rënd dhe prandaj ata I kanë dhënë shoqërim, nuk I ka shkuar kurrë në mendje që ai do arratisej. Është kryer put një gabim I mënyrës së tokës së shoqërimit në një personazh të tillë shumë të rrezikshëm për jetën edhe shëndetin e njeriu, nuk mund të lihet në këtë lloj forme. Ata kanë qenë të familiarizuar me të dhe kanë kujtuar se ky nuk do të bëjë. Kush është tani në hierarkinë e krimit? Ky është një ndër, për mendimin tim është një ndër vrasësit më gjaktot, pavarësisht se familja e kam dëgjuar në media familjen e tij që I ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Mund të mendoj që Nurettin Dumani si një penduar I drejtësisë, duke qenë se gjatë gjithë kohës jashtë burgut ka patur me këtë në përplasje dhe del në komunikimet e tyre në Sky dhe ECC, qoftë edhe në dosjen e SPAK vite më parë, që pikërisht Altin Ndoci ishte konflikti me cilin Nurettin Dumani pati një përplasje me Talo Çelën për shkak se në një vrasje, pikërisht për atë që e akuzon Erion Alibeaj, që I ka vrarë një të afërm, Nurettin Dumani nuk ka marrë pjesë dhe vendin e tij e ka zënë Altin Ndoci. Vrasja Andi Zulifit në 2019. Dhe ky ka qenë pikërisht kjo vrasje ka qenë dhe konflikti I tyre. Por mendoj një gjë tjetër, sado që mund t'i shtojë ndonjë akuzë Nurettin Dumani për shkak të një përplasje që mund të kenë patur dhe mund të kuptohet nuk mundet nga një që mund t'i shtojë të shkojnë 5 dhe 5 vrasje për cilat akuzohet janë shumë. Ndërkohë që grupi për cilin ai ka shërbyer është një grup që gjatë gjithë kohës ka hedhur shumë para për t'i dhënë lehtësi, mbase jo për t'u arratisur, por për të gjetur dhe kanë një fuqi të jashtëzakonshme financiare, për të gjetur një mundësi që ky të dilte nga burgu si I smur shëndetësor. I doli përpara arratisja,
kapi elementin e befasis në një moment, me 2 mund të gjesh, i fizik shëmishte, arriti, bravo i qoftë në gabimi është i policëve, ne merremi me të, po një burgosur i përjetshëm, ka i super shprehje të dikujt që kishte tentuar 7 herë të arratise, i thanë, na lodhe, i thanë, nuk mund t'ikesh, po unë këtë punë kam thënë, i burgosur i përjetshëm jam, unë do tentoj t'iki. Ju paguenit më mbani bërë. Saksimin Lala dhe pastaj Ferdinandi. Altin Doci u arrestuar në 2020 pas dëshmisë së Klevi Sallës, i cili pretendonte që ky personazh ishte i përfshirë në 2 ngjarje, në vrasjen e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia dhe më herët të 2 miqve të tyre, Angelo Avdia dhe Dorian Shkoza. Dëshmia e Klevi Sallës rrëzua pas pendesës së Nureddin Dumanit dhe duke qenë se Nureddin Dumani e implikoi në vrasjen e Andi Zylifit, u krijuar përplasja edhe më e fortë mes tyre brenda burgut, por ajo gjëja që mua më ka bërë përshtypje në fakt është që në momentin që janë zbërthyer komunikimet në Sky, ndër të tjera, antarët dhe krerët e organizatës të drejtuar nga Franza Hajdar Qopja, që dihet tashmë janë kundërshtar shumë të fortë me grupimin Ali Bey, një moment ata, pra kur ky arrestohet, shqetësohen sepse e konsideronin si njeriu që mbaronte punë, pra e quajnë me i thonë Kokçami, pa patur, të më kuptoj drejt, nuk kam qëllim pra për të ofenduar zonën, apo, por ideja është që ata thoshin që Kokçami është brenda dhe ne nuk arrim do të gjejmë vrasës tjetër për të eliminuar kundërshtarët. Pra, deri këtu ishte shqetësuar organizata, me arrestimin e tij dhe përpjekjet për ta liruar kanë qenë shumë të hershme. Unë mendoj që është një investim për ta nxjerrë jashtë, në vazhdim të logjikës së Klodit. Është investuar dikush për ta nxjerrë, sepse kemi probleme me... Vetëm se ka disa kohë që bëhet kjo përpjekje, Kemi probleme, pra ne shohim, marrim në analizë atë çfarë kemi. Ne kemi një njeri që quhet i smur, po që vrapon më shpejt se unë, se ti, se 1000 të tjerë. Që s'është i smur. Pra kemi probleme me mjekët që kanë çuar aty, që kanë hartuar dokumentet falsifikuara, që mund të jetë hedhur lek për këtë punë, që ai të shkonte aty dhe kjo ishte një vend i përshtatshëm ku mund të organizojë një arratisje. E dyta, kemi shoqërimin e tij nga policia e burgjeve, sikur po shkonin në piknik, pa pranga e tjera e tjera. Në momentin që ai ka kërkuar të vejë në banjë, atë afër banjës e kanë shoqëruar një policë gjysmë, që do të thënë një policë mashkull dhe një policë femër, që është një policë gjysmë fizikisht, po e them në figurative. Që do të thënë ai ka bërë sikur hap derën e banjës, e ka goditur atë policin, se polici ka gjak në ballë, edhe pse çuditërisht si kanë rënë syset, i ka dhënë një bryl asaj policës dhe ka fluturuar me vrap. Kjo është pjesa tani. Për policinë e Durrësit e tha Klodi, si ka mundësi në zemër të Durrësit të iki ty ky njeri, të iki me makinë të identifikuar dhe policia të mos e bllokoj dot, të mos bllokoj rrugët kryesore nga dilet nga Durrësi. Pse kjo gjë? Pse ndodh kjo gjë? Për çfarë paguajnë? Tani, unë besoj se ky njeri nuk ka fuqi, se kjo është thelbi, të vetë financoj arratisjen. Ky njeri ishte çerri një bande. Ky njeri u zu për 10.000 euro borxh. Pra, ky njeri nuk ka fuqi ta vetë financoj. Pra, këtë financimin e arratisës ti e ka bërë dikush tjetër, shumë i fuqishëm, që i mungon të ky njeri, dhe që ky njeri tani në arrati, ne do t'ja dëgjojmë krismën. Ne do t'ja dëgjojmë krismën. Pra, ju thoni që se unë e kisha pyetje këte, që ky tani paraqet rrezikshmëri duke qenë i lirë, Ky paraqet shumë rrezikshmëri sepse është nxjerr për një qëllim. Është nxjerr për një qëllim. Pra, ky njeri që merr përsipër, s'kemi me as Talo Çelo, as Nureddin Duman. Është ky njeriu tani. Ky njeri që merr përsipër dhe që vlerësoi, që e tha Klodi, di dhe unë këtë informacion, që banda e vlerësonte shumë, banda e Çopjave. E vlerësonte shumë, na preu krahët ky, që kapën, më kupton? Tani, ky njeri është i mirë. Pikpyetja është, për çfarë do përdoret? Kaq.